mbetet atyre deputetëve të tjerë, mbase do të ketë një parti tjetër që mund tentativisht po provohet të ketë marrëveshje, nëse do të ketë ose jo, kjo mbetet që të shihet, por po e them sa i përket PDK-s urgjencë është sot krijimi i institucioneve të reja të vendit dhe të mos bëhet përpjekje për të krijuar përshtypje se gjithçka është sot në normalitet, sepse sot kemi suspendim të kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë dhe natyrisht kemi shkelje të vendimit të gjykatës kushtetuese, shkelje të kushtetutës, kemi shkelje të vendimit të gjykatës supreme, sepse po shohim që paralelisht ministra në detyrë dhe deputet betuar ushtrojnë të dy funksionet, ndërkohë që ka një abuzim dhe ka një shkelje të rëndë të ligjeve të Kosovës, të kushtetutës dhe mënyrës se si përfaqësues të zgjedhur sot sillen në raport me këto institucione. Për këtë pjesë do flasim edhe më vonë, por kisha dashur më ndal tek pjesa ju sapo ishit në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës. Çfarë u diskutua në atë mbledhje? Natyrisht është mbledhje e rregullt e Partisë Demokratike të Kosovës, e sidomos në rrethonat në cilat jemi aktualisht. Kosova e thash edhe më herët që është në suspendim të institucioneve të saj, deputetëve të zgjedhur të kuvendit, po ju pamundsohet ushtrimi i funksionit të tyre. Dhe ne me kolegët e kryesisë kemi diskutuar sot për agjendën tonë politike, për orientimin tonë, për kthim të kushtetutshmërisë, por gjithsesi edhe për datën 16 shtator, që për Kosovën është një datë shumë e rëndësishme dhe për vendimin final të kthimit të krerëve të ushtrisë ligjimtare të Kosovës në Kosovë, janë tema të pashmangshme të takimeve